Ktu ka i lloj drejte. Unë parashikoj që do ketë reagim nga Europa. Do ta shohin dhe vetë pjesë e deputetëve. Do ketë edhe me ata direkt do merren. Se nuk do t'i mbroj njëri siç mendojnë këta. Ju jeni deputet pavarur, mbas kushtetues ju nuk i bindeni asgjë tjetër përveç marrëdhënies që keni me ata që ju kanë votuar atje, pra deputeti nuk është shurdele që i kam unë vota, po si kete, po ku e diti që më ke mua? Unë jam deputet të tillë. Zaten ata prandaj i kanë marrë atje. Se sulmon Berisha Spakun sipas jush? Se e kanë akuzuar për çështjet e tij, për balljen e tij personal. Atë familjes. Berisha në raport me drejtsinë është mëkatar përpara këtyre. Pavarësisht që këta mbasi ja kanë tejkaluar tani bëhet fjalë kush është më bërnut, po ka qeverisur para këtyre, ka gjunafet e tij. Dhe duke qenë që ka ato një proces të gjysmë që ka atje, edhe këta mendojnë që e keq është dhe këtyre që janë tani, që mendojnë që ai me ato procese atje, është garancia dhe mundësia më e mirë për që këta të vazhdojnë edhe të lëvrinë edhe të livadhisjen sipas qefit. Kjo livadhisje do paguhet rënd.